Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë me ju një ngjarje që ditën e sotme e ka tronditur jo vetëm Tiranën, por të gjithë Shqipërinë. Lajmi që së fundmi po bëhet shumë viral në rrjetet sociale, bëhet fjalë për një vajzë e cila ka dënuar veten e saj, unë kështu do ta them, ka mbytur veten e saj me fotoksin. Por unë në mënyrë më të detajuar tashmë do t'ua zbërthej se çfarë realisht ka ndodhur dhe pse ka ardhur situata deri në këtë nivel. Një ngjarje shumë e rëndë dhe tronditëse është regjistruar së fundmi në Tiranë, duke shkaktuar reagime të shumta dhe një val emocionesh në opinionin publik. Bëhet fjalë për një vajzë të re, e cila humbi jetën në mënyrë tragjike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, pasi dyshohet se kishte konsumuar një substancë helmuese, konkretisht fotoksin. Sipas informacioneve paraprake që qarkulluan në media dhe në rrjetet sociale, viktima është identifikuar si Gjuana Nikoli. Vajza e re ishte transportuar në gjendje shumë të rëndë drejt spitalit, ku mjekët u përpoqën të bënin gjithçka për t'i shpëtuar jetën. Fatkeqësisht, pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të stafit mjekësor dhe përpjekjeve për ta stabilizuar gjendjen e saj, ajo nuk arriti të mbijetonte nga helmimi i rënd. Ngjarja ka ngritur shumë pikpyetje mbi rrethana që e çuan deri në këtë tragjedi. Burimet jo zyrtare bëjnë me dije se para se të ndodhte incidenti fatal, vajza kishte pasur një konflikt me partnerin e saj. Sipas këtyre burimeve, dyshohet se situata mes tyre kishte degraduar deri në një përplasje të fortë, edhe viktim, ku madje përflitet se vajza mund të ketë qenë edhe viktim e dhunës nga ana e partnerit. Megjithatë, deri në këtë moment, këto informacione mbeten vetëm pretendime dhe nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet. Të ndalojmë deri këtu. Domethënë të afërmit e vajzës në fjalë Gjuana Nikoli, që është në moshë shumë të re, kanë dhënë detajet e para për ngjarje, pasi që të gjithë janë tronditur se si mundet një vajzë të përdorë lëndë helmuese, siç është fotoksina. Kanë treguar që me lidhjen të cilën e ka patur, ka patur probleme serioze. Dhe nga problemet të cilat i ka patur, ka vendosur që të dënojë në një farë mënyre veten e saj duke përdorur këtë lëndë helmuese. Ndoshta, djali në fjalë ka pretenduar që të ndahet nga ajo, pretendimi i mendimit që unë jam e dashuruar, duke përjetuar një iluzion, duke përjetuar një obsesion më së shumti brenda vetes, e ka bërë që të merr këtë vendimin kaq të tmerrshëm atë sa unë, po bëj analizën e kësaj që po e kuptoj. Policia dhe organet hetimore kanë nisur menjëherë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje tragjike. Hetuesit po punojnë për të kuptuar nëse kemi të bëjmë me një akt të kryer në gjendje të rënduar emocionale, apo nëse pas kësaj historie mund të fshihet një situatë më komplekse që kërkon një sqarim më të detajuar dhe të plotë. Një tjetër element që e bëri edhe më të ndërlikuar situatën ishte konfuzioni që u krijua në rrjetet sociale menjëherë pas publikimit të lajmit. Fillimisht në shumë portale dhe profile në rrjete sociale u përhap informacioni se viktima ishte një personazh i njohur në rrjetet sociale me emrin Gjuana Nikoli. Ky lajm u përhap me shpejtësi të madhe dhe krijoi panik dhe reagime të shumta nga ndjekësit e saj. Megjithatë, shumë shpejt rezultoi se ky informacion ishte i pasakt
Vetë Giovanna Nicoli, do me thënë vajza në fjalë, sepse kemi të bëjmë me dy vajza që kanë emër të ngjajshëm, Juana dhe Giovanna. Vetë Giovanna Nicoli reagoi publikisht duke sqaruar se ishte mirë edhe se nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen tragjike që po qarkullonte në mediat shqiptare. Ajo ka kontaktuar edhe redaksi të ndryshme, si për shembull Jeta është qef, për të sqaruar situatën dhe për të ndaluar përhapjen e këtij informacioni. Do të thënë, erdhi si një lajm i rrejshëm në një farë mënyrë në fillim. Ky moment nxori edhe njëherë në pa një problem shumë të madh të kohëve moderne, përhapjen e shpejtë të lajmeve të pakonfirmuara në rrjetet sociale. Në epokën e informacionit të menjëhershëm, një lajm mund të përhapet brenda pak minutash në mijëra apo qindra njerëz. Dhe nëse nuk është verifikuar plotësisht, kjo jo vetëm që krijon konfuzion, por mund të shkaktojë edhe shqetësim të madh tek familjarët dhe tek personat që përmenden gabimisht. Ndërkohë, familjarët dhe të afërmit e vajzës që humbi jetën, po përjetojnë një dhimbje jashtëzakonisht të madhe. Humbja e një jete të re në rrethana kaq tragjike është një goditje shumë e rëndë për çdo familje. Shumë njerëz në rrjetet sociale kanë shpërthyer apo kanë shprehur ngushëllimet e tyre dhe kanë kërkuar që e vërteta e plotë e kësaj ngjarje të zbardhet sa më shpejt. Tani, çfarë është fotoksina? Fotoksina, substanca që dyshohet se është konsumuar nga viktima, është një lëndë shumë e rrezikshme që përdoret kryesisht për eliminimin e dëmtuesve në buqësi. Imagjinoni çfarë fuqie ka kjo fotoksinë. Konsumimi i saj mund të shkaktojë helmim të rëndë dhe shpeshherë rezulton fatal, veçanërisht nëse nuk merret ndihma mjekësore në kohë, që në këtë rast domethënë, duke e ditur se në çfarë jete dinamike jetojmë në Tiranë, domethënë derisa ka arritur ambulanca, derisa e ka marrë, derisa e ka transportuar në spitalin Nën Tereza, normalisht aq mund të duroj një trup nga fotoksina. Konsumimi i saj mund të shkaktojë helmim të rëndë dhe shpeshherë rezulton në fatal, siç e tham. Pikërisht për këtë arsye rastet të tilla konsiderohen shumë serioze dhe kërkojnë hetim të thelluar për të kuptuar se si edhe pse është përdorur kjo substancë, edhe pse në fakt në qoftë se shkojmë për të kuptuar se apo shkojmë me dyshimin që ka qenë një lidhje dashurie dhe Juana si një vajzë e re nuk ka mundur dot që ta përballoj presionin apo atë urrejtjen që ky djalë ka treguar kundërdrejt kësaj vajze, normalisht zgjidhja më e parë e saj, duke u ndikuar dhe nga historitë e tjera, janë lëndë të këtilla helmuese si fotoksina apo lëndë të tjera që ne kemi dëgjuar nga histori të ndryshme. Unë në fakt dua si gazetar, por sot jo në këndin e gazetarit, sot dua në këndin e qytetarit, në këndin e një babait, le ta themi, dua të ngrë alarmin ku qëndron shoqëria jonë dhe çfarë po përjetojnë fëmijët tanë. Domethënë, unë e di që dashuria nuk mund të vdesë. Nëse sot në ditën ku ne jetojmë dashuria është arma e vdekjes, atëherë ne rrezikojmë në të ardhmen e vajzave, sepse bëhet fjalë për një vajzë shumë të re, që ka vendosur të përjetojë një ngjarje të tillë. Një ngjarje të ngjashme muaj më herët përjetuam në Maqedoninë e Veriut, një vajzë në moshën 17 vjeç vendosi që t'i jep fund jetës, pikërisht nga bullizimi, ngjarje të këtilla në Shqipëri çdo ditë, dhe kjo është pyetja që unë po shtroj në fakt kundërdrejt të gjithë këtij publiku të gjerë që kemi, se ku qëndrojmë ne dhe ku është shoqëria jonë, çfarë po ndodh me të rinjt tanë, deri ku mund të shkojë një njeri, domethënë derisa mund të kalojë nga limiti i tij për ta ashtu quajturën dashuri.